Unë në relacion lexova të flitej për, si thua, benefitet e këtij projekti që do stimuloj rritjen ekonomike, do krijoj mundësi pune dhe se dëshmon potencialin e konsiderueshëm të energjisë diellore që ka vendi. Megjithatë, unë nga ju duhet di se cilat janë, si thua, pasojat që do ketë komuniteti, ku do ndërtohet ky projekt, pasi vetëm para pak ditësh në Këshillim Bashkiak të Pogradecit u votua për dhënien e 34 hektarëve të tokë në fshatin Çerrav për fotovoltaik, ndërkohë që banorët kanë protestuar vazhdimisht dhe nuk janë dëgjuar dhe në bërimin e këtij projekti u merren kullota tradicionale dhe detyrohen të largohen. Ju thoni se Shqipëria ka potencial energjetik diellor, megjithatë Shqipëria ka edhe Bregdetin, po ju është dhënë investitorëve strategjik, ka edhe ujin, po është dhënë hidrocentraleve dhe u merret banorëve të Martaneshit edhe të Kurdaris, ka edhe naftën, po s'ka naftë, ka edhe kromin, po s'e kanë bulqizakët. Kështu që mbi ç'baza do bëhet shpronësimi dhe ç'pasoja do kenë banorët lokal. E dyta, Ministri Alinjës Balluku ka një çështje në SPAK për fotovoltaikën në digën e Zadejës. Ish ministri Beqja është në burg për abuzime me fondet e BE-s nga SPAK. Ju lutem bëni pyetjen lidhje me projekt ligjin dhe mos fillojmë prapë tani kakofonitë, të cilat nuk janë të nevojshme fare. Zonja kryetare, ju lutem shumë, jemi për një projekt ligj do ndërpres absolutisht sepse është bërë diskutimi për çështjet e renditës. Jashtë renditës ju lutem keni seancë plenare nesër dhe pyetjes time, zonjë, ju lutem mos më ndërhyjni se nuk jam klasparë, të më diktoni pyetjen. Pyetjes time unë do t'jap kontekstin e duhur. Prandaj ju lutem më lejoni ta çoj pyetjen në fund. Të lidhje me projekt ligjin që kemi në shqyrtim sot. Sigurisht të lidhje me projekt ligjin, ju lutem se unë sa bëj një pyetje ju ndërhyjni dhe nuk është etike kjo gjë. Nuk e bëni me tjerë dhe bëni gjithmonë me mua, nuk e di sepse. Mund të flasim tani lutem se duruam fund komisionin e fundit. Atëre, po thoja Arben Ahmeta është narrativ për fondet e rindërtimit nga Komisioni Evropian. Fondet e IPARD-it janë ndaluar dhe është në hetim Frida Kris. Atëherë çfarë garancie na jep ministria juaj që edhe këto fonde të BE-s nuk do shkojnë në xhepat e ministrave dhe të bashkëpunëtorëve tyre të afërt? Faleminderit. Së pari njëherë do të vlerësoj që kanë pamundur që të përgjigjen disa prej pyetjeve që nuk lidhen me projekt ligj. Për sa i përket pjesës projekt ligjit, duke e lidhur edhe me pyetjen e zotit Himçi, ndërkohë zoti Muçi duhet t'ju sqaroj që toka në të cilën do të zhvillohet projekti është tokë shtetërore. Pra është pasuri shtetërore, nuk do të ketë proces shpronësimi në këtë zonë.